Horoskopi ditor e diel 16 nëntor 2025. Dashi. Mund të ndjeni energjinë e zjarrt që po intensifikohet rreth jush. Me Marsin që ndikon në sektorin tuaj të komunikimit. Kini kujdes me fjalët tuaja. Është një ditë e fuqishme për të pohuar veten, por për të shmangur konfrontimet e panevojshme. Besojini instinkteve tuaja, por praktikoni edhe durimin. Mundësit mund të lindin në vende të papritura. Prandaj mbani një mendje të hapur dhe jini të gatshëm të bëni një hap të rëndësishëm. Marrëdhëniet sot mund të jenë më intensive, duke kërkuar një ekuilibër midis pasionit dhe durimit. Çështjet financiare duken pozitive. Shpenzimet për kujdesin ndaj vetes janë të favorizuara. Është thelbësore të kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete konstruktive. Merrni në konsiderat ushtrimet fizike ose projektet krijuese për të ruajtur ekuilibrin. Ndërsa dita zhvillohet, gjeni kohë për vetëreflektim. Sigurohuni që ta shfrytëzoni energjinë dinamike të sotme me mençuri, duke u parafruar me qëllimet dhe vlerat tuaja. Përqafoni ndryshimin dhe lëreni të krijojë terrenin për një periudhë transformuese përpara. Mos harroni, të qëndruarit me këmbë në tokë sot do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë dhe të kapni mundësi. Demi. Fokusi juaj zhvendoset drejt stabilitetit dhe sigurisë, fal ndikimit të Venusit. Energjia e sotme inkurajon vetanalizën, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për vetëvlerësim dhe vendosjen e qëllimeve realiste. Përparimet në karrierë janë të mundshme përmes rrjedhëzimit dhe bashkëpunimit. Përqafoni mundësitë që përputhen me vizionin tuaj afatgjatë. Në marrëdhëniet personale, përpiquni për harmoni duke qenë të hapur ndaj dialogut dhe mirëkuptimit. Të dashurit mund të kenë nevojë për mbështetjen dhe sigurinë tuaj praktike. Prandaj dëgjoni me empati. Financiarisht, sot mund të sjellë njohuri të reja në zakonet tuaja të shpenzimeve. Merrni në konsiderat rishikimin e buxhetit tuaj për të siguruar stabilitetin në të ardhmen. Përdorni praktikën tuaj të lindur për të kthyer idetë në veprim. Energjitë kozmike mbështesin ushqyerjen e mirëqenies suaj. Prandaj merrni në konsiderat të përfshiheni në aktivitete që ju sjellin paqe dhe relaksim. Ndërsa mbrëmja afrohet, shijoni momente të qeta në shtëpi për t'u rimbushur. Duke ruajtur ekuilibrin tuaj, do të përballoni në mënyrë efektive sfidat e ditës dhe do të dilni me perspektiva të reja. Binjakët. 16 nëntori është një ditë e pasur me potencial për angazhim intelektual dhe shoqëror. Merkuri, planeti juaj sundues, rrit kuriozitetin dhe aftësitë tuaja të komunikimit. Përdoreni këtë energji për të ndarë ide dhe për të ndjekur njohuri të reja. Bisedat profesionale mund të çojnë në mundësi premtuese nëse artikuloni qartë vizionin tuaj. Rrjedhëzimi luan një rol të rëndësishëm sot. Prandaj kontaktoni dhe lidheni me ata që ju frymëzojnë. Në marrëdhëniet personale, bisedat kuptimplot e thellojnë lidhjet. Prandaj dëgjoni sa më shumë që flisni. Ekziston një shans për të zgjidhur problemet e mbetura me qartësi dhe mirëkuptim. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj. Pasi balancimi i aktiviteteve mendore dhe fizike është thelbësor për të ruajtur mirëqenien tuaj. Konsumi i ushqimeve ushqyese dhe qëndrimi i hidratuar do t'i mbajë nivelet tuaja të energjisë të qëndrueshme gjatë gjithë ditës. Përqafoni përshtatshmërinë pasi ndryshimet e papritura mund të ftojnë fillime të reja. Përqendrohuni në fleksibilitet dhe qëndrueshmëri, duke i lejuar ato t'ju udhëheqin përmes çdo sfide dhe të maksimizoni mundësitë e sotme. Gaforria. 16 nëntori ju fton të eksploroni peizazhin tuaj emocional me ndjeshmëri dhe thellësi. Energjitë qiellore të sotme inkurajojnë vetanalizën, duke e bërë atë një ditë të përsosur për reflektim personal. Hëna thekson rëndësinë e kujdesit për mjedisin tuaj shtëpiak dhe forcimin e lidhjeve familjare. Angazhohuni në aktivitete që nxisin ngrohtësinë dhe lidhjen me të dashurit. Puna mund të kërkojë vëmendje, por balancojeni atë me kujdesin për veten. Vendimet financiare kërkojnë kujdes, kërkoni këshilla nëse është e nevojshme para se të merrni angazhime. Në çështjet e zemrës, përqafoni cenueshmërinë, duke lejuar që komunikimi autentik të sjellë shërim dhe mirëkuptim në marrëdhënie. Angazhimet shoqërore ofrojnë gëzim, por kërkoni vetminë sipas nevojës për t'u rimbushur. Konsideroni meditimin ose shkrimin në ditar si mjete për qartësi emocionale dhe themel. Energjitë e ditës mbështesin kreativitetin. Prandaj angazhohuni në ndjekje artistike ose hobi që sjellin kënaqësi dhe frymëzim. Ndërsa mbrëmja qetësohet, reflektoni mbi arritjet tuaja dhe vendosni qëllime për rritje personale. Besojini procesit dhe përqafoni ritmet ushqyese të sotme. Luani. Shfrytëzoni energjinë e gjallë të 16 nëntorit 2025.
duke u përqendruar në shprehjen e vetvetes dhe kreativitetin. Dielli ju fuqizon të shkëlqeni fort, duke u udhëhequr në përpjekjet tuaja profesionale. Është një ditë për të ndjekur me vendosmëri qëllimet tuaja dhe për të shfaqur talentet tuaja. Bashkëpunimet mund të sjellin rezultate të frytshme. Prandaj jini të hapur ndaj punës në grup. Ndërveprimet shoqërore favorizohen, duke ofruar mundësi për lidhje dhe duke zgjeruar rrjetin tuaj. Në dashuri shprehni ndjenjat tuaja me besim. Ndershmëria thellon lidhjet, duke hapur rrugën për romancë dhe pasion. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet që përputhen me vlerat dhe vizionet tuaja për të ardhmen. Por qëndroni të kujdesshme. Balanconi punën dhe lojën duke përfshirë aktivitete argëtuese që stimulojnë shpirtin tuaj. Ushtrimet fizike rrisin vitalitetin tuaj. Prandaj angazhohuni në aktivitete që fuqizojnë trupin dhe mendjen tuaj. Ndërsa dita mbaron, përqendrohuni në rritjen personale duke vendosur qëllime që përputhen me aspiratat tuaja. Përqafojeni këtë ditë dinamike, duke lënë energjinë të ushqejë udhëtimin tuaj drejt suksesit dhe përmbushjes. Virgjëresha. 16 nëntori kërkon një fokus në praktik dhe organizim. Ndikimi i Mërkurit mpre aftësitë tuaja analitike, duke ju lejuar të përballoni detyrat me efikasitet. Dita e sotme është ideale për planifikim, veçanërisht në lidhje me strategjitë e karrierës dhe ato financiare. Qasja juaj metodike do të çojë në sukses, por mos harroni të qëndroni fleksibël ndërsa situatat evoluojnë. Marrëdhëniet ndërpersonale përfitojnë nga komunikimi i qartë dhe i ndershëm. Dëgjoni me vëmendje të tjerët për të shmangur keqkuptimet dhe për të forcuar lidhjet tuaja. Në frontin e shëndetit, prioritizoni rutinat që rrisin mirëqenien tuaj. Një dietë e ekuilibruar dhe lëvizje e ndërgjegjshme mund të rrisin ndjeshëm nivelet e energjisë suaj. Eksploroni hobi ose interesa që stimulojnë intelektin tuaj, duke ofruar një pushim freskues nga përgjegjësitë e përditshme. Mund të paraqiten mundësi financiare, prandaj vlerësojini ato me kujdes me një sy të mprehtë. Ndërsa dita përfundon, praktikoni mirënjohjen, duke reflektuar mbi arritjet tuaja dhe duke vendosur qëllime për fushat e zhvillimit. Besoni në aftësitë tuaja dhe shijoni energjitë toksore që ju rrethojnë. Peshorja. Ekuilibri dhe harmonia ju udhëheqin përmes ndikimeve kozmike më 16 nëntor 2025. Venusi ma gjeps ditën tuaj me një fokus në marrëdhënie dhe estetik. Angazhohuni në aktivitete që sjellin bukuri dhe paqe në mjedisin tuaj. Përpjekjet profesionale fitojnë terë ndërsa aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke lehtësuar punën në grup dhe bashkëpunimin. Përqafoni mundësitë për të rritur bashkëpunimin dhe kreativitetin brenda projekteve tuaja. Në marrëdhëniet personale, komunikimi me zemër të hapur nxit mirëkuptimin dhe thellon lidhjet. Lejoni veten të jeni të prekshëm dhe lejoni dashurinë të udhëheqë rrugën. Financiarisht, ruajtja e ekuilibrit është thelbësore. Shmangni shpenzimet impulsive dhe përqendrohuni në qëllimet afatgjata. Kujdesi për veten është thelbësor. Prandaj prioritizoni aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj dhe rrisin mirëqenien tuaj. Meditimi ose ndjekjet artistike mund të jenë veçanërisht gjallëruese. Ndërsa lundroni në energjitë e ditës, balanconi veprimin me reflektimin për të ruajtur harmoninë tuaj të brendshme. Besojini instinkteve tuaja për t'ju udhëhequr drejt përmbushjes së aspiratave tuaja, duke lejuar që ekuilibri i sotëm të frymëzojë rritje. Akrepi. Intensiteti i natyrës suaj është i theksuar, duke nxitur transformim dhe reflektim të thellë. Marsi u jep energji ambicieve tuaja, duke e bërë atë një ditë të përshtatshme për të përballur me sfidat dhe për të ndjekur qëllimet me energji. Hiqni dorë nga zakonet e vjetra dhe përqafoni shtigje të reja për rritje, qoftë në karrierë apo në jetën personale. Marrëdhëniet përfitojnë nga ndershmëria, adresoni çështje themelore me dëmshuri dhe mirëkuptim. Është një ditë për të nxitur mbështetjen e ndërsjellë, duke lejuar që lidhjet të thellohen. Perspektivat financiare duken të favorshme, por qëndroni të kujdesshëm dhe vlerësoni ndikimet afatgjata para se të merrni vendime. Kanalizoni energjitë tuaja intensive në burime produktive, të tilla si projekte krijuese ose aktivitete fizike, për të përmirësuar mirëqenien tuaj. Ndërsa dita përparon, jepini përparësi kujdesit për veten dhe praktikave të themelimit. Momentet e vetmisë mund të ofrojnë qartësi dhe përtëritje, duke rritur forcën dhe fokusin tuaj të brendshëm. Përqafoni energjitë transformuese si mundësi për të evoluar dhe për të përshtatur me qëllimin tuaj të vërtetë. Besoni në proces dhe lejoni që njohuritë e sotme t'ju çojnë përpara. Shigjetari.
Sot është një ditë e gjallë për aventura dhe eksplorim. Ndikimi i Jupiterit ju inkurajon të zgjeroni horizontet tuaja, qoftë përmes të mësuarit, udhëtimit apo përvojave të reja. Profesionalisht kapni mundësitë që lejojnë rritje dhe zgjerim, por qëndroni të vetëdijshëm për të zgjatjen e vetes. Balanconi optimizmin me praktikën për të arritur sukses të qëndrueshëm. Në marrëdhënie, përqafoni mendjehapurinë dhe dëgjoni në mënyrë aktive për të nxitur lidhje më të thella. Kjo është një kohë e shkëlqyer për ndërveprime shoqërore që frymëzojnë dhe pasurojnë perspektivën tuaj. Financiarisht, merrni në konsiderat përshtatjen e shpenzimeve tuaja me vizionin dhe vlerat tuaja më të gjera. Investoni në përvoja që premtojnë gëzim afatgjat. Ndërkohë, prioritizimi i shëndetit tuaj përmes aktiviteteve në natyrë rrit vitalitetin tuaj. Ndërsa dita zhvillohet, angazhohuni në përpjekje krijuese që nxisin imagjinatën dhe shpirtin tuaj. Reflektoni mbi planet tuaja dhe sigurohuni që ato të përputhen me dëshirën tuaj të lindur për liri dhe njohuri. Lejoni që energjitë nxitëse t'ju udhëheqin drejt mundësive për zgjerim personal dhe profesional. Britsjapi. Dita e re favorizon këmbënguljen dhe ambicien, duke ju nxitur të përqendroheni në qëllimet tuaja afatgjata. Ndikimi i Saturnit forcon vendosmërinë tuaj dhe rrit aftësinë tuaj për planifikim strategjik. Profesionalisht, është një kohë ideale për të hedhur themelet për projektet e ardhshme. Bashkëpunimi me kolegët mund të japë rezultate pozitive. Prandaj qëndroni të hapur ndaj punës në grup dhe ideve të reja. Balanconi përkushtimin tuaj me momente pushimi për të shmangur lodhjen. Sa i përket marrëdhënieve, shprehni vlerësimin hapur, pasi forcon lidhjet emocionale me të dashurit. Financiarisht, jini të kujdesshëm dhe vlerësoni me kujdes burimet tuaja, duke planifikuar për stabilitet dhe rritje. Përqafoni rutinat që mbështesin shëndetin dhe mirëqenien tuaj, duke integruar aktivitete fizike që ju mbajnë të qëndrueshëm dhe energjik. Reflektoni mbi arritjet tuaja dhe merrni në konsiderat rregullimet për të përshtatur më ngushtë me aspiratat tuaja. Ndërsa dita fillon të bjerë, angazhohuni në aktivitete që ju rimbushin shpirtin dhe ofrojnë relaksim. Lejoni që energjitë e disiplinuara të sotme t'ju udhëheqin drejt përmbushjes së ambicieve tuaja, duke hapur rrugën për arritjet e ardhshme. Ujori. Agimi i ri sjell fokusin në inovacion dhe angazhime sociale, fal ndikimit të Uranit. Energjitë e sotme ju inkurajojnë të mendoni jashtë kornizave, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për shkëmbim idesh dhe ndjekje krijuese. Profesionalisht, përqafoni ndryshimin dhe inovacionin, qasja juaj e të menduarit përpara mund të çojë në mundësi të papritura. Bashkëpunoni me të tjerët për të frymëzuar dhe përforcuar idetë tuaja. Në marrëdhëniet personale, autenticiteti është çelësi. Ndani vizionet tuaja dhe nxisni mirëkuptimin e ndërsjellë. Ndërveprimet shoqërore ofrojnë freski dhe shkëmbime energjike. Financiarisht, jini të kujdesshëm ndaj sipërmarrjeve spekulative. Përqendrohuni në investime praktike dhe të qëndrueshme. Prioritizoni mirëqenien tuaj duke ruajtur një ekuilibër midis stimulimit mendor dhe aktiviteteve fizike. Angazhohuni në iniciativa që promovojnë përfshirjen e komunitetit ose kauzat sociale, duke u parafruar me shpirtin tuaj humanitar. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi aspiratat tuaja dhe se si perspektiva juaj unike mund të shërbejë si për rritjen personale ashtu edhe për atë komunale. Lejoni që energjitë vizionare të sotme t'ju shtyjnë drejt horizonteve të reja. Peshqit. Yjet ju udhëzojnë drejt vetanalizës dhe qartësisë emocionale. Prania e Neptunit rrit intuitën tuaj, duke ju nxitur të besoni në udhëzimin tuaj të brendshëm. Zhytuni në përpjekje krijuese ose praktika shpirtërore për frymëzim dhe paqe. Jeta profesionale përfiton nga një qasje e dhëmshur. Empatia forcon ndërveprimet tuaja, duke nxitur bashkëpunimin dhe mirëkuptimin. Kushtojini vëmendje detajeve financiare. Balanconi intuitën me praktikat për të siguruar stabilitet. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në lidhje të thella. Ndani ëndrat tuaja dhe dëgjoni me zemër të hapur për të ushqyer lidhjet. Përqafoni ndjeshmërinë tuaj, duke e përdorur atë si një forcë për të lundruar në sfidat dhe mundësitë e ditës. Shëndeti fizik përmirësohet nga aktivitetet që lidhin trupin dhe mendjen, të tilla si yoga ose ecja e ndërgjegjshme. Ndërsa mbrëmja afrohet, angazhohuni në reflektim të qetë ose praktika medituese për të rimbushur. Lërini energjitë qetësuese t'ju udhëheqin në mënyrë të sigurt gjatë ditës, duke nxitur rritjen personale dhe shpirtërore. Besoni në udhëtimin tuaj dhe në njohuritë e fituara nga përvojat e sotme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.
Për ju një laik nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.